Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për javën nga data 23 deri në datën 29. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë për të gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme. Është një javë që do ndryshojë atë dinamikën e vet, është një periudhë sfidash intensive, por dhe mundësi të rëndësishme. Por do jeni në dilema, do keni konflikte të brendshme gjatë kësaj jave, por është edhe një javë krijuese. Do keni shpresë në lidhje me shprehjet tuaja ose mënyrën e të shprehurit, shprehje edhe nga ana artistike, dhe do keni dhe qartësi shpirtërore. Gjithsesi do fillojmë në lidhje me shenjën e parë, që është shenja e dashit, dhe shohim si do jetë java për të gjithë ju. Atëherë, ju shoh nxjerrim dhe një tjetër. Në lidhje me disa prej jush, ju shoh që do keni një komunikim shumë të shpejtë nëpërmjet internetit. Do lëvizni shpejt, sepse keni dhe Marsin aty dhe Jupiterin. Ndërkohë ju shoh me shumë vetbesim. Do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike. Por ju shoh që do jeni duke punuar shumë fort për pjesën e personave që mund të jenë të gjithë ata që mund të jenë të lirë, shoh që do keni një lidhje nëpërmjet rrjeteve sociale. Do lini mbrapa problemet që keni pas në të kaluarën tuaj, dhe ju shoh që do përdorni më tepër pjesën e logjikës sesa pjesën e zemrës. Do investoni te një person i veçantë, do veproni shpejt, mund të jetë një person që e njihni në një udhtim, në një rast, ju shoh me shumë pasion gjatë kësaj jave, por ndërkohë shoh që ju mund të jetë edhe një person që ta njihni në një festë, për një pjesë tjetër. Mund ta njihni, të dilni diku dhe aty të njihni një person. Gjithsesi, ju shoh që është një javë që do lini mbrapa problemet e skaluarës, do tregoni më të kujdesshëm, do përdorni më tepër pjesën e logjikës. Disa prej jush duhet kenë kujdes me shëndetin, por ndërkohë mund të keni të bëni dhe me institucionet shtetërore gjatë kësaj periudhe. Dhe kjo mund të ketë lidhje me zyra të ndryshme që mund të keni, që keni të bëni me dokumenta të ndryshme, dhe ju shoh që një pjesë prej jush mund të jeni edhe duke investuar në një punë zanati ose në diçka private më saktë. Ose mund të jeni edhe duke bërë disa kurse të ndryshme ose trajnime, por gjithsesi ju shoh që do jeni shumë festiv gjatë kësaj jave, do futeni, ndoshta do keni një rritje personale, por do keni dëshirë të filloni diçka të re, se e shoh shumë fort këtu, dhe ju thash, mund të jetë një kurs, një trajnim, mund të jetë një punë zanati, ose diçka tjetër në lidhje me një projekt, me një bashkëpunim, dhe ju shoh që do ta festoni, por në fund të kësaj jave ju shoh që bini pak të trishtuar, nuk e di, ndoshta ju keni nevojë të futeni brenda vetes tuaj gjatë fundit të javës, dhe për të marrë këto vendime të rëndësishme që do merrni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju, është një javë fantastike. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve.
mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Demit. Ne shohim energjinë. Dhe keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, përsëri energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të ujit dhe përsëri të zjarit. Jeni në një energji zjari e shoh në këtë periudhë. Ju shoh me sukses me fitore që në fillim të kësaj jave. Nuk e di një fitore, sikur ju do ta festoni. Për një pjesë prej jush, ndoshta është një person që ju pret, është një person që ka shumë pasion në lidhje me ju. Ndoshta ky person i ka vënë qëllim vetes në lidhje me një dashuri. Por ju shoh që nuk e di ju do bini sikur ju mungon një dashuri, për një pjesë tjetër, nuk e di, mund të jetë edhe një person që është në distancë. Dhe ju shikon si një person të suksesshëm, por ju mungon, ose ju mungon një dashuri, ose mungon një person që mund ta keni në distancë, ose mund të jetë edhe një person që mund të jeni shkëputur. Gjithsesi, ju shoh që ju do harrini të jepni dhe të merrni me këtë person. Ndoshta të shkëmbeni mesazhe ose diçka tjetër, dhe ose ju mund të keni të bëni këtu edhe me një fillim të ri me këtë person. Dhe ju shoh në një takim, ju shoh shumë të dashuruar gjatë kësaj jave, por shoh me shumë pasion. Ju do mbyllni situata të vështira, do mbyllni një cikël të vështirë, do çliroheni për të bërë një fillim të ri. Dhe mund të jetë një fillim i ri në dashuri, mund të jetë një punë e re, ose mund të jetë edhe diçka që mund të ketë lidhje me qëllimet që ju keni, varet në lidhje me studimet ose nuk e di, me mundësi të reja që do t'ju krijohen, por është një fantastike sepse ju shoh me një ju shoh fitimtar, ju shoh të suksesshëm. Thjesht në ditën e dytë ose e tretë do ndjeni mungesën e një personi, mungesën e një dashurie, por shoh që do jepni dhe do merrni me këtë person dhe shoh një fillim të ri, një takim, një finalizim për një pjesë tjetër ose të marrëdhënieve lidhjeve tuaja, dhe ju shoh përsëri në fillime të reja, çliroheni nga situatat të lodhshme që keni pasur deri në këto momente. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë ju uroj javë të mbarë edhe ju. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e binjakëve. Atëherë ju keni të bëni me energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të ajrit që jeni ju vetë, energji toke përsëri dhe kemi energjinë e ujorit, por edhe të gafores këtu. Atëherë ju shoh do ndjeni, është një javë, në fillim të kësaj jave do ndjeni mungesën e dashurisë, mund të ndjeni mungesën e parave, ose mund të ndjeni dhe një lodhje të madhe fizike për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër duhet keni kujdes me shëndetin. Për gjithë personat që mund t'ju mungoj një person, shoh që ju do jepni dhe do merrni me këtë person, do shkëmbeni mesazhe SMS, por ndërkohë ju do t'regojeni pak të prerë. Ndoshta keni marrë eksperienca, duhet keni pak kujdes me shëndetin, se ja u thon 2 letra këtu. Dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës në lidhje me këtë person. Shoh fillime të reja financiare, por dhe emocionale gjatë kësaj jave. Mund të keni një realizim në lidhje me një dashuri, mund të keni një flert ose një romancë për të gjithë ata që janë të lirë, por ndërkohë ju shoh që ju do keni disa paqartësi. Edhe pse ju dëshironi të bëni një fillim të ri, emocional ose financiar ose në lidhje me punën, ju shoh që
do keni paqartësi në lidhje me realizimin e diçkaje. Ndoshta do ndiheni pak konfuz gjatë kësaj jave. Gjithsesi, do jeni flertues, ju shoh, do keni duhet me këtë shoh që mund të keni dhe frikra emocionale gjatë kësaj periudhe, ndoshta për të hyrë në një njohje ose në një lidhje. Gjithsesi, është një javë që do sjellë shkëlqim, është një javë fantastike edhe në lidhje me ju, me fillime të reja, me realizime, pavarësisht paqartësive, por shoh edhe që ju do merrni dhe disa para edhe do jepni, dhe shoh një fillim të ri ekonomik, financiar, ose në lidhje me punën tuaj, me projektet, me bashkëpunime të ndryshme që do keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Gafores. Dhe shohim energjinë. Atëherë kemi dhe hënën që është në Gafore, që është në datën 25, është në shenjën tuaj. Gjithsesi, ju shoh këtu kemi të bëjmë energjitë shenjave të ajrit, energjia shenjës së ujorit, përsëri energjia ajrit dhe energjitë shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë. Është një javë ku ju nuk e di ose ju bëhet një padrejtësi ose mund të keni kundërshtime mendimesh në një njohje ose në një lidhje, dhe këtu mund të përballeni me disa sfida, me disa vështirësi, ndoshta në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Do dëshironi të jepni drejtim, të lini mbrapa vështirësitë dhe për t'i dhënë një drejtim më të qetë situatave. Dhe ju shoh ju dëshironi të realizoni diçka, ndoshta të realizoni një takim me një person, ose diçka në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me fëmijët tuaj, me shtëpinë tuaj. Dhe ju shoh që ju keni nevojë të qetësoheni për të marrë një pushim. Dhe këtu kemi 5-ën e shpadave, kalojmë përsëri këtu nga 4-at e 5-a. Nuk e di, por ju keni nevojë të qetësoheni nga një situatë. Mund të jetë një situatë që mund të ndodhi në disa tensione, mund të keni disa sfida ose tensione që do përballeni gjatë kësaj jave. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ose do keni kundërshtime mendimesh në marrëdhënie ose do t'ju bëhet një padrejtësi, ju shoh. Gjithsesi, në fund të javës ju shoh me fillime të reja, një dashuri e re, një takim për pjesën tjetër. Ose për disa të tjerë shoh që do arrini të konsolidoni marrëdhëniet tuaja. Në lidhje me punën dhe aty duhet keni kujdes se mund të keni kundërshtime idesh në lidhje me kolegët, me koleget tuaja, ose në lidhje me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, në lidhje me një realizim që ju dëshironi. Gjithsesi, ju shoh që keni nevojë për një pushim. Kujdes dhe me shëndetin gjatë kësaj jave. Por ju shoh që ju do merrni guximin për të ecur përpara, për të bërë një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, mund të jetë një fillim i ri në punë, ose në lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, është një javë që ju do realizoni ëndrat tuaja. Çfarë do lloj ëndre? Pavarësisht këtyre situatave që mund të ndodhin gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund të dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten në shenjën e Luanit. Dhe këtu kemi të bëjmë energjitë shenjave të ajrit përsëri shumë fort këtë javë, ajri, ujë. Dhe kemi energjinë tuaj dhe kemi dhe energjinë e hënës këtu, sepse kemi hënën e re në datën 25.
Dhe gjithsesi përfshihet dhe energjia e hënës. Ju shoh që në fillim të kësaj jave ju do keni shumë diskutime, ndoshta do shprehni mendimet tuaja në lidhje me një person, me një dashuri, njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe shoh shumë diskutime këtu. Do përdorni më tepër pjesën e logjikës gjatë kësaj jave. Ndoshta ju nuk do harrini t'ju besoni shumë premtimeve që mund t'ju japin gjatë kësaj jave. Atëherë, ju shoh që do ngeceni në mendime negative në lidhje me disa diskutime që do bëni, dhe thamë mund të jenë diskutime në dashuri, diskutime në punë nga ana ekonomike, por ju shoh që nuk e di ju sikur jeni të përqendruar në një lloj humbje. Mund të jetë humbja e një dashurie, humbja e një pune, humbja e një partneriteti, një humbje ekonomike, por gjithsesi shoh që rikthehet diçka nga e kaluara. Për pjesën e personave që janë shkëputur me një person, shoh që dikush rikthehet nga e kaluara. Është një person që rikthehet. Ju bini shumë të trishtuar, mendoni për këtë person, por personi do rikthehet. Ju shoh që keni paqartësi, keni frikra emocionale në lidhje me këtë person. Gjithsesi intuita do t'ju ndihmoj në lidhje me këtë dashuri, ose me një dashuri, ose me një person që rikthehet nga e kaluara, në një rast, dhe do të shikoni gjërat si në dritën e diellit. Gjithsesi, për pjesën tjetër, mund të keni të bëni me institucione shtetërore, me dokumenta të ndryshme. Ju mund të keni humbur mundësira dhe shanse në lidhje me dokumentat, me studime të ndryshme, por gjithsesi ju shoh që do keni paqartësi, por është një javë që do merrni dhe shkëlqim gjatë kohës që do të hëna e plot, edhe pse do bini në pasiguri, në paqartësi, duhet keni kujdes se mund të keni dhe prapaskena gjatë kësaj periudhe. Ju gjithsesi do të shikoni gjërat më qartë. Dhe ju shoh, do keni shkëlqim, do keni sharm gjatë kësaj periudhe, por do ndjeni të lumtur, pavarësisht situatave që ju do keni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten në shenjën e Virgjëreshës. Shoh që ra në 2-3 shenja kjo letër, por gjithsesi ndoshta janë edhe ndikimet planetare në këtë periudhë, por ju shoh që edhe ju do ndjeni në një situatë humbjeje, ndoshta ose dështimesh, një humbja e një personi, humbja e një dashurie, humbja e një pune, mund të keni humbje ekonomike, por dhe humbje të tjera në jetën tuaj që ju mund të keni pasur. Gjithsesi ju shoh që diçka rikthehet nga e kaluara, rikthehet një person nga e kaluara dhe te ju. Shoh që është një person që ju mund ta keni pasur, nuk e di, dhe ky person rikthehet. Në rastin tjetër do keni një lidhje shumë të ngushtë, është një shpirt binjak në lidhje me një person që jeni në njohje ose në lidhje, ndërsa për pjesën tjetër mund të kthehen çështje dhe situata nga e kaluara, që mund të keni pas humbje në të kaluarën tuaj, ose marrëdhënie të vështira ndërpersonale, ose bashkëpunime të vështira që mund të keni pasur, dhe shoh që mund të kthehen çështje dhe situata të tilla. Gjithsesi unë shoh një fillim të ri në dashuri, një takim, një finalizim të njohjeve, lidhjeve që keni. Ndërkohë do jeni shumë festiv, jeni në pritje të një takimi dhe shoh që keni një takim dhe do festoni jashmase, është një energji fantastike. Dhe shoh një fitore, një sukses. Është një person që ju pret dhe ju shikon si një person të suksesshëm. Por ndërkohë është një person që ka shumë pasion në lidhje me ju. Për pjesën tjetër, ju do dilni shumë shpejt nga këto situata, do keni fillime të reja në lidhje me punën, partneritete të ndryshme, do harrini të hidhni themele të forta në lidhje me bashkëpunimet, do jenë shumë pozitive, bashkëpunimet që do keni gjatë kësaj periudhe ose marrëveshje të ndryshme që ju keni që në pritje, unë shoh që ju do t'i finalizoni këto.
jo vetëm që i finalizoni, por do jenë edhe marrëveshje me pritshmëri të mira gjatë kësaj periudhe. Dhe ju shoh në një fitore, në një sukses. Këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. E rëndësishme është që është një javë fantastike në lidhje me gjithçka, do jeni të suksesshëm, do keni shumë pasion, do jeni shumë emocional, ju shoh. Por shoh që edhe diçka të vështirë, marrëdhënie ndërpersonale të vështira që mund të keni pasur, unë e shoh këtu që ju do arrini të bashkëpunoni në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.